është një farloj masazhe psiqike, është një farloj lidhje shpirtërore me boltën, me poqin, me objektin. Më ndjena shumë e lumtur që do me bo si papi im. Inspirim kom kur njerëz të më vinë dhe më thonë, Fatos për du më konë kolegë me ty. Ajo është inspirimi më i madh i jam. Që kjo për shembull bën 1800 euro. Është më lirë 1800 euro. Kam thonë lloçe, më kanë thonë gjithçka më kanë thonë, po lloçagjie, kanë thonë mos më afro se për më zhlynë. Sa punime ka arrit me i bë deri tash? Që në 2 ose që në 3. Fatos Leshi nga Gjakova është poçari i dytë që ka Kosova, një mjeshtër i vërtet i argjilës. Me duart e tij të arta, ai krijon vepra unike. Edhe pse jeta e ka kalitur në shumë mënyra gjatë karrierës, Fatosi nuk është ndalur asnjëherë. Kom fillu para viteve 2005 si para pëlqim. 2006 në vesh kom fillu të thonë standard pa ndërpremje. Tash 19 vjetë në për 20 vjetë u bo. A ke pas dikon përpara në familje që është marrë me këtë profesion apo vetë? Jo, asë kërkon tjeq. Vetë i kom marru makinerit e parë, i kom marru vetë, kom fillu me punu vetë, boltën e kom marru vetë. Më ka nimu një teknologi boltës, zotni Skënder Brami, cilin du ta përshëndes. Ajo konë që më ka nimu dhe me thonë për shtysin e parë, për fillimin dhe ku unë jam sot. Qështë ka lindë dëshira me u marrë në këtë profesion? Nga të lindë ideja? Nuk di as me ta spjegu, nuk di se përpara nuk ka pas telefona për mi pa dikun, dhe më dhënë 2006 nuk ka egzistu, në shtatë ka egzistu, po të na jo, në 2006 nuk ka egzistu YouTube-ja, nuk kanë egzistu gjua angleze ka qenë mangët, të na nuk ka qenë si kurse që e di në gjdoj dyti ose gjdoj treti njeri e din gjuhën angleze për komunikim dhe për hulum tim për mi pas zanatin se si është. Nuk e di, kom shku në Bullgari, fillimisht e kom pa atje të punu disa poqarë, ata të vjetër. Aty më ka linë si ide dhe sot ku jam. Ata kanë paragjyku profesionin në fillimet e tua? Nuk kisha thonë paragjykim, po kisha thonë mosvlerësim. Se paragjykimi është tjetër, e mosvlerësimi është tjetër. Mosvlerësimi i zanatit për shkak se është, mendoj unë që njerëzit kanë menduar që është i ndytë. Është i ndytë në aspektin figurativ, jo në aspektin shpirtëror, se kush ka fatin edhe kush ka riskin mi provu punën me argjilën, sidomos në qarkën rotovile, është një farloj masazhe psiqike, është një farloj lidhje shpirtërore me boltën, me poqin, me objektin. Qysh njihesh ti kur e bën këtë punë? Tash mu ka bërë rutinë, tash me të tregu drejtën, tash realitetin me të tregu në ma tepër qyri si profitabile se sa si shpirtërore, po ka punime që i bëj, për punimeve të veçanta, do më thonë që në shkrijem, artistat shkrijem, një punim dal ka dal deri në përfundimin apo finalizimin një punimi. Aty humbim. Nuk e llogarisim as familje, nuk e llogarisim as gjon kryesor që është domethënë mbjetesa e shëndetit e mendor, shëndetit fizik, e familjes, e financave, ku ta di unë, nuk i hupim tana. A ka ndonjë gjë që t'inspiron kur ke nevojë me pikturu diçka? Nuk kisha thonë që më inspiron diçka kur unë du me punu diçka ekstra diçka. Nuk isha thonë, po inspirim kom kur njerëz të më vinë dhe më thonë Fatos për du më konë kolegë me ty. Ajo është inspirimi më i madh i jam. Kur të më thotë dikush për du mi provua, mi arritu në qëllimin, që ke arriti? Edhe pse sot është shumë më kallaj mi arrit qëllimin, shumë më kallaj. Në aspektin financiar, jënë grande që të nimojnë, jënë kredina që mund është me marrë kredina dhe pse zanati, si zanati është shumë i shtrajt. është po thuj që gati i parrishëm pandimen financiare dikujne, për shkak se një makineri sot do thjesht, që kjo për shembull bën 1800 euro. Është më lirë 1800 euro. Ka makineri këtu për shembull furrat ku pjekim, që kushtojnë deri 25 miliona.
Normalisht, për me i arrit gjitha qëto suksese, ke kalu në për disa vështirësi. A mundesh më na tregu çfarë vështirësi ke kalu? Mi marë, shefe, unë jemi ri, ka shqipoj 41 vjeqarë. Me nise me tregu se çfarë vështirësi ku më kalu në këtë zanat, kom frikë që kur të ndëgjojnë tjertë, nuk hinë për zanate. Prandaj, ma mirë është me heshtë. Është sfidë shumë e rëndë, nuk ka lap që e shkruan. Dihet që këto punime bëhen prej lloçit, po besoj që njerëzit në fillim ta vënë ndonjë epitet. Kanë thonë lloçe, më kanë thonë gjithçka, më kanë thonë, po lloçagjie, kanë thonë mos më afro se për më zhlyne. Janë gjona që se ne si qytet jemi shumë të kujdesshëm, ka ona tipareve të ngjitjes. Edhe nëse ta thojmë, si gjokuvar për plesa, edhe nëse ta thojmë në aspektin pozitiv, jo në aspektin negativ për me të degradua, apo me të neglizhua, apo me të përdonosëm një farforme, ka ona aspektin zanatit. A mundesh më na tregu çfarë punime bën kryesisht, çka kërkohet më shumë? Kërkesa është veç njëri në lasën, kam thonë një maru, do më thonë portretin e një njëri, kompletin kom si kur që shijem unë edhe ti. Për ndryshe çdo gjë, për imësinave, do të thonë miniaturave 2 cm, deri në limitin që ma lejon furra, do më thonë 81 cm. Do më thonë vazo deri në 81 cm të nalta, ose 50 cm në diametër, jo në perimetër, në diametër, në perimetër është 1,60 m. Sa kushtojnë për shembull këto? Tash më varet, nëse është e thjeshtë, nëse është terakot, si kjo është terakot për shembull, dhe këto dohen për materialeve, ki terakot, ki kaolin, ki black wall, ki varësisht për me shka përpunën ose e punën një pëq. Për shembull, këto janë pjatat, cilat janë të marrune prej kaolines. Kjo pjatë simbolizon qëlimat e vjetër tonë. Ose është zanat e cila është ma kombëtare, ka ona kombëtares, me motive kombëtare të tona. Sa kushton ky set për shembull? Një copë kushton afërsisht 25 euro, se ka shumë detaje të vogla, çto për shembull frekonçet, ka shumë detaje të vogla. Ose për shembull amblemin e qytetit tonë, amblemin e Gjakovës, cilën e kemi këtu. Kjo është emblemi i qytetit tonë, ka aplu një pak, kjo është punën e kajtë pundore. Do më thonë, është e pjekme i herë si material si kaolin, është e lyme me ngobe, është një lloj ngjyre që është e zezë, atëherë për një ngjyrë e gravërimi, harrova me tregu gravërimi, do më thonë hekja e ngjyrës zezë për me dole bardha, edhe në fund e majllimi, që shkon në temperaturë deri në 1280 gradë për shkrimin e kësaj ngjyre. Cila prej këtyre procedurave që i përmende është më e vështirë për me arrit deri në këtë rezultat? Piktura, gravërimi është. Sa më shumë që ki pikturën to, aq më vështirë është për ne. Zanati po vazhdon me dashuri edhe në gjeneratën e re, vajza e tij Fluska po e trashëgon këtë art të rrallë duke mbajtur gjallë traditën familjare. Kam edhe vajzën këtu afër, e cila është Po e shohim këto edhe është më vjedh zanatin. Dosht e pa dosht, ka insistu me ma vjedh zanatin. Janë edhe disa punime të vajzës që i ka bo. Ka fillu me punime të vogla, jo me punime shumë të mëdha, se i ka durët e vogla, lënë 11 vjeçare. Po me kalimin e kohës shpresoj mas pore që kom ja kalu babës. Fluska, mundesh me më tregu kur ke fillu me i ndihmu babit? Kur më konë 5 ose 6 vjeçar. Qysh po nihesh ti tash kur po i ndihmon babit, a i ke mësu zanatin? Po ndina shumë e lumtur që do me bo si babi im. A vjen çdo ditë këto me i ndihmu babit? Po. Çdo ditë? Po, Mas shkollës. mas shkollës. Sa punime ka arrit me i bo deri tash? 102 ose 103 besoj. 102 ose 103, a? Po. Që dhe tretën e konë plak.
Une do me bërë një pijat për argjilës, që kjo është ngjyrë bojkofte. Po do një herë thirrim ngjyrë kuqe, të mshet edhe qelt. Mi bo, mi terë, mi pjek, mi ngjyros, mi pjek prap, mi paketu. Sot ditë vyjnë, 21 ditë. 21 ditë të duhen për me e bo krejt pjatën. Finalizim. Punimet e tij nuk kërkohen vetëm në Kosovë, ato udhtojnë nëpër Evropë, Amerikë e deri në Kanada, duke përshuar mjeshtrinë dhe shpirtin e artizanatit tonë. Po, kërkesa është e madhe, po jo për njerëzve që unë nuk i njoh. Një shqiptar, bashkëdhetar tonë, që jetojnë nëpër Evropë, kërkojnë shumë gjona. Një farforme duhet edhe një falendrues se ata kanë qenë shtytësit e parë ka ona financiare, edhe janë të parë, cilët e kanë aprovu punën teme, edhe e kanë çmu punën teme. Na kemi investim deri në 250.000 euro për momentin në dyqan, një makineri. Këto parë me hongre, me pi, me pagu obligime, me pagu tatime, me pagu rryma, me pagu të në gjonat nuk dalin nëse nuk e kemi përkrajën edhe financiare. Prej cilit vend ma shumë keni kështu të porosi e kërkesa? Porositë serike janë ma tepër prej Evropës. Prej Evropës. Serike. Ndërsa punimet e veçanta, ka edhe prej Amerikës, ka edhe prej Kanadas që kemi që jo në sasina të mëdha, në sasina pak më të vogla, po kemi deportuar në Skandinavi për shkak se është transporti shumë më i shtrejtë se punimi vetë. Çish puni është që vajza jote plus ka po e merr zanatin tënd? Pak gjelëz, që s'po mundë me më kopju komplet. Po me kalimin e kohës, besoj që edhe kjo ka më konë prej poqarëve në Kosovë.